Përshëndetje shenja ujorit, sot do të interpretojmë kartat për javën 12 me 18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 2 kupat, 6 kupat, magjistari dhe mbreti kupave. Atëherë, në gjendjen tuaj duket se gjendeni në një hapësirë emocionale të butë, ku 2 kupat dhe 6 kupat tregojnë se në qendër të shpirtit tuaj ndodhet një marrëdhënie e rëndësishme, qoftë aktuale apo nga e kaluara. Ka një mall, një rikthim ndjenjash të vjetra, apo një lidhje që ushqen shpirtin me ndershmëri dhe kujtime të sinqerta. Magjistari ju thot se keni fuqinë të krijoni realitetin që dëshironi. Fjalët, mendimet dhe qëllimet tuaja këtë javë kanë ndikim të drejtë për drejtë. Mbreti i kupave ju fton të mbani ekuilibrin emocional. Ju keni pjekurim për të mos u përmbytur nga ndjenjat, por për t'i drejtuar ato me urtësi. Kalojmë në familje ku kemi 6 monedhat, asi i monedhave, temperancën dhe asi i shpatave. Në marrëdhëniet familjare, 6 monedhat tregon se mund të jeni në pozicionin e personit që jep ose merr ndihmë. Ka një përpjekje për të krijuar barazi, nëse ajo nuk ekziston. Asi i monedhave është një fillim i qëndrueshëm, ndoshta një mundësi për të ndërtuar më shumë stabilitet në marrëdhëniet familjare, në formë materiale dhe emocionale. Temperanca sugjeron pajtim, durim dhe shërim të butë mes anëtarëve. Kjo është një kohë ideale për të përmirësuar komunikimin dhe për të shëruar mosmarrveshjet. Asi i shpatave sjell një të vërtetë, një bisedë ndershme që ndriçon rrënjët e një çështjeje në familje. Kalojmë te dashuria ku kemi perandorin, 9 shpatat, 7 shpatat, 2 shkopinjt. Në dashuri kërkohet vëmendje, sepse perandori tregon nevojën për strukturë dhe vendosmëri për sa i përket anës sentimentale. Mund të përballeni me dikë që ka natyrë kontrolluese ose që e mban veten të fortë nga jashtë, por është emocionalisht i mbyllur. 9 shpatat dhe 7 shpatat flasin për ankth të brendshëm dhe mungesë besimi. Një pjesë e juaja ndoshta dyshon për qëllimet e dikujt, ose keni ndjerë ose mund të ndjeni plag, pasiguri, fshehtësi ose zhgënjim. 2 shkopinjt sugjeron një moment të reflektimi. Duhet të zgjidhni nëse do të qëndroni aty ku jeni apo do të shkoni përtej kësaj situate. Mos lejoni që frika apo mendimet e errta t'ju udhëheqin. Pyesni veten nëse kjo marrëdhënie e ushqen apo e lodh zemrën tuaj. Kalojmë te puna ku kemi 10 shpatat, diellin, rrota e fatit dhe faqja e shpatave. Në punë ka një cikël që mbyllet dhe një tjetër që hapet. 10 shpata tregon një fund të vështirë, ndoshta lodhje ose një projekt që nuk funksionon, por dielli dhe rrota e fatit tregojnë se kjo humbje hap derën për diçka shumë më të ndritshme. Faqja e shpatave tregon se jeni në fazën e mbledhjes së informacionit. Unë do të thoja të jeni të vëmendshëm dhe të përgatitur. Në prizëm orakull kemi reflektimin. Reflektimi tregon se vetëdia është çelësi për të kuptuar drejtimin tuaj. Mos keni frikë të përballeni me të vërtetën, sepse përmes saj vjen liria. Paçim!